Një shuplak të fortë meritojnë kryetarët e partive të reja që nuk patën kurajon, nuk patën guximin, nuk patën mençurinë, nuk lexuan kodin që të bëheshin bashkë. Unë shikoja mbetjet në disa qytete, do kishin nxjerrë deputet. Por megalomania e tyre në i bëri të tillë, domethënë dhe e meritojnë të shuplak sepse kujtuan se të vetëm mund të bëjnë gjithçka, ndërkohë që kodi zgjedhor i detyron të bashkohen. Pra, unë sa rrita kuptoj dot kur kanë shumë pikat përbashkëta, kishin SPAK-un, kishin qeverinë e vogël, kishin luftën kundër korrupsionit, kishin kundërshtim ndaj Ramës dhe Berishës. Çfarë donin, sa pika i duhet më shumë për të bërë bashkë, domethënë një grupim të fortë politik që do kishin nxjerrë deputet. Jo, në mendimin tim kjo është papjekuri. Po, ndoshta edhe mosnjohje e politikës mjaftueshëm, do thosha unë, sepse pavarësisht që ata kanë arrogancë, sepse 2021 ishte eleksion, se si u doq për shembull Lusoria, që në atë kohë ishte e fortë, por shkak të mosfutjes në koalicion. Pra, nuk kanë nevojë të humbësh si gjithë gjërat për ta kuptuar që është e keq. Jo. Domethënë se kështu i vjen që të themi mbrapsht. Jam shumë dakord.